Letërsia është lajm që mbetet lajm, një shprehje që na vjen nga letërsia amerikane, nga kritika e lëvizjes moderne në fillim të shekullit 20. Nëse vim në Shqipëri, shpreha do të vishet gjithashtu, e në këtë rast po flasim për Fishtën dhe veprat e tij, që mbeten lajm në çdo kohë dhe përcillen përteja saj së shkruarës. Jorsen Ibrahimllari bluan pasionin për leximin, nisur nga fëmijëria për pasion ndikues në rrugën që tashmë ndjek. Ibrahimllari aktualisht është studente e vitit të dytë në mastrin shkencor Teori dhe Kritikë Letrare. Në një bisedë në rubrikën Bukohollik, ajo foli mbi librat që i kishin ndikuar më së shumti që nga fëmijëria deri te leximet e tanishme. Libri që mund të them më ka ndikuar më shumti, duke u nisur nga fëmijëria më e hershme, janë këto tregimet e motshme që fillojnë duke na i rrëfyer që të vegjël, duke na njohur me historikun apo me legjendat, me gjithçka që është e jona si popull, apo me gjithçka që na mbrojt imagjinatën më tepër si fëmijë që jemi. Kështu pastaj nisa duke u dashuruar edhe me mitologjinë, e cila është një tjetër njohje që të çon në trajta më të avancuar dhe më të thelluara drejt njohjes së një letërsie që shkon përtej një imagjinate të fëmijës. Pra gjithë mitologjia që jam njohur me antiken greke dhe romake, sigurisht ai Zeusi nuk ishte Zeusi që ne lexojmë sot në kuptimin e asaj që çfarë kupton një fëmijë dhe çfarë kupton një rritur që tashmë studion në universitet. Nisa dhe të eksploroja më shumë përreth folklorit në letërsinë shqipe dhe përreth gjithë kësaj gjëje që duke i paq magjishme dhe paq e prekshme dhe aq e paprekshme njëkohësisht, sa nuk arrihet të bëjë dot diferencën. Pra ne kemi jetuar një brez që ka jetuar në botën e zanave, apo edhe mund të themi filmat vizatimor që kemi parë, kanë pasur shumë të tilla, shumë figura të tilla. Dal nga dal me udhëheqjen e mësuesve dhe prindërve, Jorsena u njoh edhe me autorë të tjerë, si Fishta që e trajton mitologjinë në këndvështrime nga më të ndryshmet, që sipas saj ka arritur korpusin e figurave mitologjike më të arrira deri më tani në letërsinë shqipe. Do të veçoja mund të themi kryeveprën e tij, Lahuta e Malësisë, e cila mbetet mund të themi vepra jo vetëm e arrirë e tij, por korpusi më i rëndësishëm i letërsisë son, për sa i takon njohjes që ne bëjmë me etnofolklorin, për sa i takon njohjes që bëjmë në aspektin mitologjik të gjës, dhe për sa i takon mund të themi historisë së transfiguruar tashmë në letërsi. Çdo studiues që është marrë me veprën e Fishtës e ka cilësuar jo vetëm Lahutën, por edhe gjithë veprat e tjera, qoftë publicistikën, qoftë edhe dramatikën e Fishtës, qoftë dhe satirën, si psiha e kombit shqiptar. Të mundson që të krijosh edhe një vizion për sa i takon se si ka evoluar ky popull, se si ka ecur gjithë historia e tij dhe se si kjo histori ka ndikuar në një të tashme apo se si do të ndikojë në një të ardhme, sepse Fishta parashikon shumë gjëra. Në këtë sagën e bisedimeve për librin, kë do nominoje që të bënte të njëjtën gjë? Do të nominoja Begeza Gërbin, është studente e masterit profesional për mësuesi. Njëkohësisht ajo ka nisur dhe është punësuar si mësuese në një shkollë private dhe mund të themi takimi që ajo ka me të vegjëlit çdo ditë bën që bota e saj të jetë akoma edhe më e larmishme për sa i takon përzgjedhjeve të veprave që bën për të lexuar apo që tashmë ju sugjeron edhe atyre brezave që po rrit dhe po edukon, që i përmbush atyre dëshirat letrare.